Mirë, pra jemi ratuar tashmë dhe me Arlinën do të diskutojmë për një temë shumë interesante. Arlinë, çfarë teme kemi sot? Unë e di, po për ta thënë dhe ti më mirë për publikun. Sot do flasim për disa produkte të cilat duhet t'i eliminojmë ose t'i limitojmë sa më shumë në konsumimin e tyre. Mirë, kush janë këto produkte që duhet t'i eliminojmë? Ne filloj me të parin, që është në fakt një produkt që ka konsum shumë të madh nga popullata, por që mbase pak e din që e konsumojnë. Është vaj palmës, është ndër vaje që është i përfolur më shumë nga gjithë nutricionistët e botës. Vaj palme? Po, si vaj i rrezikshëm. Nuk e di se kam dëgjuar ndonjëherë, domethënë vaj palme. Përdoret tek ne? Përdoret në ushqime, biles vjet janë bërë më shumë se 40 studime shkencore, të cilat kanë parë që konsumimi vaj të palmës i përditshëm bën që të kemi një ndjeshmëri një përqendrim të ndjeshëm të yndyrave në gjak, nga kolesteroli te trigliceridet. Është bërë një sondazh për persona që kanë konsumuar vajin ulliri dhe nuk kanë pas asnjë problem, ndërsa probleme të mëdha kanë pas persona që kanë konsumuar vajin e palmës. Ndërkohë, jo, më bën shumë përshtypje vaj palme, sepse po të shikoj ato, po bëj një pasqyrë domethënë mendjen time të asaj çfarë gjendet tek kuzhina ime dhe është vaj ulliri, mund të ketë vaj mistri, ndonjëherë vaj lule dielli, por vaj palme. Kjo është interesantja, sepse nuk gjendet si vaj siç mund thua ti që nuk e gjejmë në kuzhina. Por besoj që 90% e produkteve që ne kemi në supermarket dhe i blejmë apo i konsumojmë, sidomos produktet e furrës, flastu, biskota, wafer, kek, brioche, kanë brenda vajin e palmës. Bilese dhe majonez, gjalpi kikirikut apo çoko krem Nutella, edhe këto shpesh kanë vajin e palmës. Pra, po t'i lexosh etiketat, shkruan, kjo tregon që s'ke lexuar. Por edhe tek etiketat ka një kleçk, sepse në vend që të shkruhet vaj palme, shkruhet vaj vegetal. Dhe në fakt në gjithë vendet e Bashkimit Evropian tashmë kemi një luftë nga nutricionistët sepse duan kanë bërë kërkesën që të shkruhet jo ky emërtim general i përgjithshëm vaj vegetal, por të vihet të shkruhet vaj palme, duke dhënë kështu dhe përqindjen e tyre që njerëzit ta dinë nëse e konsumojnë dhe sa e konsumojnë. Pra ky vaj palmës është i dëmshëm për Është i dëmshëm për kolesterolin, për gjithashtu duke konsumuar vajin e palmës ne konsumojmë acidin palmitik, që ndihmon në ato substancat inflamatore në qarkullimin e gjakut, duke shkaktuar probleme shumë të mëdha, aterosklerozën, diabetin apo probleme të ndryshme, lloje të ndryshme tumorësh. Ndërkohë, domethënë me një llogari thjesht këto produkte që pak a shumë e përmbajnë në këtë vajin e palmës, ne duhet t'i eliminojmë apo t'i konsumojmë në sasi shumë të vogla gati drejt të eliminimit. Tani mira është perfekte është t'i eliminojmë, po ndonjëra ajo shija e Nutellës dhe të këtyre gjërave që ne përmendëm, biskotave, chipsave, nuk e di se çfarë të krijon nepsin. Ka dhe një studim në fakt francez, i cili tregon që ne duhet të konsumojmë, nëse ne konsumojmë 1.3 gram vaj palme në ditë, nuk do përbënte problem shëndetësor. 1.3 gram, 1.3 gram. Llogari bie. Mirë, po mendo pak që një biskot, e cila peshon rreth 13 gram, ka brenda 2 gram vaj palme. Që me një biskot ne kemi kaluar këtë dozën e rekomandueshme. Mirë, megjithëse tani që po mendoj, nuk e di ku kam dëgjuar që vaj palmës ka filluar të përdoret edhe nëpër fast food. Po, sepse për të skuqur. Është e vërtetë apo e kam dëgjuar informacion nga gabuar të pjesë? Është vërtet dhe jo vetëm në këto, por në shumë industri prodhuese, për faktin sepse vaj palmës ka një kosto shumë të ulët si vaj. Ka një shije të mirë, i jep një konsistencë, një shkriftësi dhe një trashësi çdo produkti, prandaj prodhuesi industrial e pëlqen dhe e përdor. Është normale deri diku që për prodhuesin industrial, jo, është normale që për prodhuesin industrial të përdoret, kanë gjetur le të themi atë mënyrën. Pra, edhe shijen e ka të mirë dhe kosto mund të ulet, normalisht është perfeksioni që ata duan. Për të kursyer më shumë në ato lëndet e para të tyre dhe për të maksimizuar fitimet e tyre, kështu që. Imagjino që të skuqesh patatet në atë, sa vaj merr patatja, kuptohet vetë pjesa që duhet të eliminohet. Po mirë, po produkte të tjera të cilat ne nuk duhet t'i përdorim, duhet t'i eliminojmë, ka? Ka produkte të cilat... Pra, tham, vaj palmës, do t'i vëmë kryqin dhe... Okej, vazhdojmë me mishin e kuq, i cili do një limitim në konsum, nuk them që duhet ta eliminojmë, sepse faktikisht ka shumë të mira, por nuk duhet ta konsumojmë më shumë se 300 gram në javë mishin e kuq. 300 gram në javë? 300 gram në javë, i bie gati 2 herë në javë nga 150 gram.
sepse është përgjegjës, mishi i kuqe është përgjegjës veçanërisht për kancerin në zorrën e trash. Kështu që nuk duhet konsumuar më shumë se 300 gram në javë. Pra i bie që 300 gram në javë, po mirë, me çfarë mund ta zvendçojmë? Mund ta zvendçojmë me mishin e bardhë. Pastaj Pra, mund ose të me legumet, të me- cilat kanë proteinat të larta dhe nuk bëjnë keq për. Mund të bësh një dietë që ta përdorësh vetëm 2 herë në javë nga 150 gram dhe mund të Jemi gjithmonë tek ajo dieta mesdhetare që unë e përmend. që mund të përdorësh peshkun dhe gjërat e tjera për ta zvendçuar. Dhe normalisht dhe edhe këtu tek ne nuk është se mungojnë produktet Jo, e nuk saj. mungojnë. Po mirë, për çfarë përveç se asaj kancerit të zorrave të trashës, çfarë problemesh tjerë mund të na krijojë mishi i kuq në konsumim të tepërt? Sepse duhet të thonë, ne si popull e kemi pak të pjesën, jemi pak mish ngrënës. Mish ngrënës. Tani, përveç kësaj që përmenda, normal që edhe yndyra ndihmon në rritjen e yndyrës, sepse fundit është një proteinë e lartë dhe ka kalori. Duhen eliminuar shumë dhe mishi i konservuar apo produktet e tjera në konserva, në kuti, sallomerit, sepse kanë shumë yndyrë. Edhe peshku i konservuar është problem? Peshku ton apo Peshku ton, kur them limitim, them për Okej. të limituar sa më Sa më shumë, shumë, sikur njërë në javë, njërë në dy Okej. javë. Sepse kanë yndyrë të përqëndruar dhe gjithashtu një sasi të lartë kripe. Ne sigurisht për të qëndruar sa më në formë për mos u prishur. Gjithashtu duhen limituar pije të ëmbla, veçanërisht sheqeri i bardhë, i cili është toksik për trupin, krijon bardhësi, është i dëmshëm për mëlçim, për zemrën, krijon obezitet, diabet, domethënë Pra ky sheqeri i bardhë sheqeri i bardhë i rafinuar. Duhet të përdoret sa më pak. Është ai sheqeri që përdorim zakonisht kur pim kafe? Tradicionali. Mirë, sa duhet të konsumojmë në ditë? Për shembull, nëse një person pi 2 deri në 3 kafe në ditë dhe i hedh 2 pustina sheqer çdo kafe, krijon problem për to? Krijon problem. Prandaj ne shpesh kemi thënë që duhet të zëvendësohet tashmë, sipas gjitha studimeve, me sheqerin kaf, me sheqerin dietik, i cili nuk përmban përqindje të lartë. Po ai sheqeri dietik që është kështu Ëmbëlsues. që është nga ato që përdorin këta diabetikët, është i këshillueshëm? Po është i këshillueshëm. Derisa është ndërkohë yndyrat të tjera të cilat duhen eliminuar. Pastaj kemi edhe një limitim tek pijet alkolike, Okej. se harrova ta them, është normale që kemi të bëjmë me etanolin, kështu që një konsumim i lartë i pijeve alkolike mund të krijojë dhe rrit ato rrezikun e tumorit të gojës, të faringut, laringut dhe ezofagut. Gjithashtu nuk duhet të konsumojmë krip, mund të them duhet ta eliminojmë, sepse kripa në fakt shkakton shumë probleme si në sistemin kardiovaskular, mund të shfaqë hipertension, gjithashtu dhe mund të shkaktojë infarkt, përdorimi i lartë flas gjithmonë. Por që gjithashtu nëse marrim dhe në pjesën e sëmundjeve të këqija, mund të shkaktojë dhe kancer në stomak. Kripa. Kripa. Mirë, duhet bëjmë dhe kujdes tani që shkojnë në plazh, sepse ai det ishte më me krip dhe mos pinë shumë kur janë. Keqë për shaka, por që duhen eliminuar pra këto produkte që i tham. Do qëndrojmë pak tek ajo pjesa e alkoolit që ne tham. Një teke alkool sa kalori ka? Po ta marrim. Një teke që i bie gati rreth 30 ml, 40 gati 200 e ca kalori, 220. Shumë. Janë shumë. E njëjta gjë dhe me ëmbëlsirat, kur thash për sheqerin Sigurisht e bardhë, për shembull, nëse marrim një zupë është e barabartë me 400 kalori, ose një briosh 400 deri në 500 kalori, pijet energjike 470 deri në 500 kalori. Dhe nëse ne për shembull kemi një dietë 1500 kalori, i bie që me një briosh apo me një pije energjike, ti ke marrë një vak të plotë. Ke marrë gati një çarekun e saj. Megjithatë, edhe ngopje nuk ke, sepse është diçka e vogël, dhe thjesht ke marrë. Ti e konsumon atë si vak të ndërmjetëm, kështu që do ja shtosh më shumë. Pra, për të konsumuar duhet të konsumojnë paktën një gotë verë, gota verës ka më pak Gota verës ka më pak kalori dhe gjithashtu është e këshillueshme dhe rekomandueshme për zemrën. Bira jo, sepse flasim për pijet e gazuara që nuk bëjnë mirë. Ka dhe gazin dhe alkoolin të gjitha bashkë. Për verën është e këshillueshme që meshkujt mund të pinë deri në 2 gota verë, ndërsa për femrat një gotë verë të kuqe është e mjaftueshme. Okej. Në rregull. Në javë? Në javë. Okej, në javë do të theksuar edhe kjo. Megjithatë, ajo që duhet të theksojmë, besoj, janë yndyrat, ka dhe yndyrat të tjera të cilat janë problematike për ne, përveç vajt palmës që e cilësuam fillim dhe e zgjatëm pak bisedën tek ai. Janë yndyrat e hidrogjenuara, si ajo e margarinës, që nuk është thjesht Ka margarinë më? Su më çfarë? Ka, okay. Sa miqë më kanë heqë nga përdorimi. Se ajo margarinës e cila nuk është thjesht një produkt ushqimor, por është tamam një përbërës shumë i rrezikshëm për shëndetin, sepse bën një përmbledhje të asaj të yndyrës me nivel të ulët, duke e përpunuar sa më gjatë në mënyrë industriale dhe duke kthyer në një yndyrë trans.
Në këtë mënyrë ne normal që do kemi pastaj probleme me kolesterolin apo me reaksione kimike të ndryshme që Po gjalpi? Gjalpi puro me dozat e duhura nuk përbën problem. Margarina është yndyrët e hidrogjenuar si e margarinës, jo, duhen eliminuar. Jam shumë kurioze tek pjesa e djathit. Djathi dhis, djathi bardh, mozzarella dhe djathi kachkavall. Kush është me më shumë yndyrë nga këto të gjithë dhe kush duhet përdorur, le të themi, më Djathi deles është më i larti. Mozzarella i më pak, kështu që kemi dy ekstremitete. Kështu që është mirë të përdorim mozzarella në qoftë se duam të ashtu djath. Po, që është më dietik. Ndërkohë tjetër ka diçka për shtuar tjetër në lidhje me Këto janë, duhet kemi gjithashtu, duhet eliminojmë, mund të limitojmë sa më shumë ato patatet e skuqura, që edhe ti më pak i përmende më parë, sepse faktikisht ka një shije shumë të mirë, por që duhen limituar, sepse për shkak të substancave që përmbajnë, mund të shkaktojnë dhe tumor në aparatin gastrointestinal. Kështu që po flasim pra deri tani për produkte të cilat mund të jenë dhe kancerogjene. Sigurisht, jo vetëm për kalorit, por që mund të jenë kancerogjene për organizmin tonë. Dhe ajo që ne thamë të madhe që duhet të hiqet dorë me patjetër ishte vaji i palmës. Vaji i palmës, i cili është shumë i rrezikshëm. Mirë, ne kemi ardhur drejt fundit, ndërkohë kam dhe një pyetje në lidhje me personat të cilët duan të humbin peshë ose duan të kenë një trup sa më në formë. Cilat janë ato produkte të cilat kategorikisht duhet të eliminojnë ose të eliminojnë. Edhe këto produkte pjesa e limitimit se eliminimi është shumë i vështirë për një person i cili është mësuar gjithkohës të etiket apo vjen gradualisht, avash edhe do të heqi. Atëherë fillojmë me limitim, pra, me limitim të pijeve të ëmbla, pije energjike, alkoolit, të ëmbëlsirave, sepse normal që përveç se krijojnë dëme në shëndet tonë, japin dhe shumë kalori. Gjithashtu duhet kemi kujdes tek marinimet, të kondimentët, duhet të përdorim gjithmonë vaj në ullirit ekstrakt virgjër dhe mund të saporojmë ato perimet tona me erëza të freskëta ose të thata. Gjithashtu duhet t'i zëvendësojmë dritërat e bardha me ato integrale dhe produktet e skuqura që janë toksik dhe kancerogjen për organizmin, por që gjithashtu përmbajnë janë hiperkalorik dhe ne japin shumë kalori, duhet mundësisht t'i zëvendësojmë me produktet në avull apo në furrë. Unë harrova dhe diçka parë duhet ta shtoj që në ato eliminimin e produkteve duhet të eliminojmë, këtë e them tamam me fjalën eliminim, 100%, dadut alimentar. Janë ato koncentratët që i japin shije orizit ose supës. Dadi alimentar, koncentrat. Po e kam parasysh, sepse përmban glutamat dhe është shkaktari i shumë llojeve të tumoreve dhe meqense përmban glutamatin monosodik, mund të shkaktoj lloje kancerësh. Dhe kjo është e bukur që ne në etiketa nuk e gjejmë dot me emrin glutamat monosodik, por e gjejmë në siglën E621 ose thjesht përforcues shije. Prandaj unë këshilloj që kur të shikoni o këtë sigël E621 ose përforcues shije, ju lutem mos i blini dhe mos e konsumoni. Pra jemi shumë të vëmendshëm tek etiketat. Pra ato tabletat e vogla të cilat hidhen në supë për të dhënë shije duhen eliminuar sepse janë kancerogjene. Italia në këtë muaj e futi në zbatim ligjin e përkatësisë të përbërësve. Ne në Shqipëri shpresojmë që së shpejti ta bëjmë këtë gjë sepse është shumë e rëndësishme të produktet, etiketat të thojnë përbërësit, kalorit dhe gjithë gjërat. Dhe duhem bërë emisionë, se kjo që ne bëmë sot duhem bërë në vazhdimësi që njerëzit të informohen këtyre produkte. Po mirë, qofse nuk përdorim atë për shije, çfarë duhet përdorim tek supa për të marrë shije? Duhet përdorim një mish normal, ta zjem para, siç është bërë gjithmonë. Si gjithmonë, se duhet ai përveç, ti llogari që 1 deri në 3% e dados e koncentratit është perime apo mish, sepse pak a shumë kjo është baza. Gjithë pjesa tjetër është yndyrë hidrogjenuar dhe krip në maksimum. Kështu që Mirë, Arlind, dhe unë falenderoj për këshillat që kemi dhënë ty në sotme dhe shpresoj që të gjithë ata të cilët duan një shëndet sa më të mirë, besoj të gjithë duan shëndetin sa më të mirë, të kenë marrë një lloj informacione dhe të fillojnë të eliminojnë të gjitha ato produkte të cilat vërtet krijojnë probleme, siç ishte vaj palmës dhe këto koncentratet që përdoren për supë. Nuk duhet harrojmë që çdo industri prodhuese do ta shes produktin në një mënyrë tjetër, ajo që ne nuk duhet harrojmë edhe të kemi të rëndësi dhe përparësi tek ne është shëndeti ynë. Edhe ajo që është edhe për të theksuar, ne nuk është se kemi ndonjë lloj interesi për të gjë thjesht ne për të mirën e të gjithëve, ashtu sigurisht. Faleminderit që ishte me ne në studio.